Qytetarët e Tetovës ankohen se ndihma e shpejt u arrin me 3 orë vonesë. Regjistrimi i Universitetit Nën Tereza pas pranimit të studentëve sipas ish ministrit të Arsimit Suleman Rushiti është manovër paraelektorale. Analistët dyshojnë se publikimi i eshtrave të gjetura në oborrin e kreut të BDI-s Ali Ahmeti është pjesë e një fushate të parakohshme parazgjedhore. Ambasadori britanik në Shkup Charles Garrett vlerëson se zgjedhjet janë çelës i zgjidhjes së krizës. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi takuar sërish në këtë edicion informativ. Familjarët e Mubie Beqirit nga Tetova, e cila vuan nga dializa, ankohen se u është vënuar vetura e ndihmës së shpejt plot 3 orë. Ata sqarojnë se në kohën kur i kanë thirrur në telefon, kishte vetura të lira të ndihmës së shpejt, ndërsa nga ndihma e shpejt thonë se për këtë kategori pacientësh nuk është nevojshme ndihma e shpejt, sepse duhet i lihet hapësirë atyre që kanë më shumë nevojë. Familja Beqiri nga Tetova ankohet se u është vënuar ndihma e shpejt, për të cilën kishte nevojë një familjar i tyre. Mubie Beqiri nga Tetova për shkak të problemeve që ka me eshtrat tash e sa vite, është në dializë. Ndërsa mbrëm më saktësisht rreth orës 18 me të keqësuar gjendja, kjo familje therrasi ndihmën e shpejt dhe përgjigjja që ata morën ishte nuk kemi veturë të lirë. Lajmërohuni përsëri pas një ore. Bashkëshorti i Mubies Nihat Beqiri tregon me lot në sy frikën që e përjetuan mbrëm, për shkak se mund që bashkëshortes së tij të ndodhte më e keqja. Ai thotë që me të lajmëruar për herën e dytë, edhe pse tashmë kishte kaluar një orë plot, arsyetimi ishte i njëjtë. Ne kishim problem me ndihmën e shpejt. E kërkuam, na than po, pas një ore të lajmërohemi përsëri. Ne pritëm dhe na than nuk mundemi. Na than çfarë keni? Ne i treguam hallin, mjekja na tha është sëmundje kronike. Ne e dim që është sëmundje kronike. Megjithatë, çfarë do sëmundje qoftë, duhet t'i ofrohet ndihmë qytetarëve. Nipi i gjyshes Mubie në atë moment shkon në spital dhe e sheh që aty qëndrojnë 4 vetura të ndihmës së shpejt. Dhe ju lajmërohet përsëri duke u thënë se ka fakte që vetura të parkuara qëndrojnë aty. Ata këtë herë ndryshojnë arsyetimin dhe thonë se nuk ka mjek. Ajo që më së shumti i ka acaruar mbrëm këtë familje është fakti se kur ata kanë kërkuar në telefon ndihmën e shpejt, mjekja u thotë që pasi ju pas keni firmë të madhe, pse nuk e sjellni zonjën këtu. Ndërkaq bashkëshorti i saj sqaron se ata nuk mund që vetë ta dërgoni në spital, pasi që pacientja ishte e palëvizshme dhe në gjendje shumë të keqe. Mjekja thotë ju keni firmë të madhe. Ne pra pasi kemi firmë të madhe, duhet të shkojmë vetë atje, por mund të ketë edhe prej tyre që janë të varfër. Pa dallim duhet të ju ndihmohet edhe të pasurve edhe të varfërve. Kjo nuk është gjest i mirë nga ana e tyre. Koha kur ndihma e shpejt kishte arritur tek shtëpia e tyre kishte qenë ora 21, do me thënë me 3 orë vonesë dhe në momentin që kishte arritur aty, familjarëve ju thonë se janë vonuar shumë sepse nuk kanë mundur ta gjejnë shtëpinë. Kryeshefi i ndihmës së shpejt Gëzim Nuredini thotë që për këtë kategori pacientësh nuk është e nevojshme ndihma e shpejt, sepse duhet lënë hapësirë atyre që me të vërtetë kanë nevojë. Rasti nuk është rast cili nuk duhet, tu nuk duhet ne të shkojmë, se Tetova ka plot banore dhe rrethina, nuk duhet rasti cili nuk duhet i shërbejmë se merret koha, ka ndryshme, ka infarte, ashtu që i bajnë, tona shkojnë teren, ashtu që tani kategori një mu Tetovarët që janë më afër, sikur e duhen, sikur ta kenë vetë atë shërbim. Sipas familjes Beqiri, ky nuk është rasti i vetëm, por raste të tilla ndodhin kohë pas kohe në Tetovë, që ndihma e shpejt nuk e ofron ndihmën në kohën kur pacientët kanë nevojë. Institucioni i Arsimit të Lartë Universiteti Nën Tereza është regjistruar zyrtarisht. Këtë ka konfirmuar ish-ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi me anë të një postimi në Facebook. Por sipas ish-ministrit të Arsimit dhe Shkencës Suleman Rushiti, ideja për hapjen e Universitetit Nën Tereza, që do të funksionojë në 2 klasa, është një manovër paraelektorale, një tentativë e dëshpëruar e partisë në pushtet, e cila nuk ka asgjë për të ofruar.
Edhe zyrtarisht është regjistruar institucioni i arsimit të lartë, Universiteti Nëna Terezë në Shkup. Ishte ky postimi i djeshëm i ish-ministrit të arsimit dhe shkencës nga radhat e BDI-s Abdulaqim Ademi në rrjetin e tij social Facebook. Postim ky që vjen rreth 2 javë pas publikimit të konkursit online të studentëve në këtë universitet dhe 1 javë pas deklaratës së fundit të ministrit aktual të arsimit dhe shkencës Pishtar Lutfiu, i cili informoi se ka arritur në 150 numri i studentëve të paraqitur. Ndërkaq sipas ish-ministrit të arsimit dhe shkencës Sulejman Rushiti, ideja për hapjen e Universitetit Nëna Terezë është një manovër paraelektorale, një tentativë e dëshpëruar e partisë në pushtet. Sipas Rushitit, partia në pushtet duke mos pasur asgjë se çfarë të ofrojë, duke qenë se po fundoset edhe nga brenda dhe nga jashtë, tentuan që të bëjnë një mashtrim duke dashur që të tërheqin pjesën më vitale të shoqërisë që është rinia. Një tentativë për mashtrim dhe një lojë me fatet e të rinjve, një lojë me fatin e studentëve, të cilët jam shumë i bindur se i kanë lënë në një kaos, për shkak se në kohën kur në universitetet e tjera tashmë kanë filluar ligjëratat, studentët të cilët kanë shpresuar se do të regjistrohen në Shkup, respektivisht në Universitetin e Ri, të cilin e pagëzuar me emrin e Nënës Terezë, kanë mbetur me shumë pikpyetje. Unë besoj dhe shpresoj se në të ardhmen do të vijë një kast tjetër politike dhe siç duhet të përmirësoj të gjitha gabimet e tjera, ta përmirësoj edhe këtë gabim në Universitetin Nëna Tereza, por edhe në sferat e tjera, sidomos edhe në nivelet e tjera të arsimit. Kujtojmë se Universiteti Nëna Terezë fillon punën me një numër të madh të mangësive, disa nga të cilat janë mungesa e stafit të mjaftueshëm akademik, fillimi i vitit akademik me vonesë, mungesa e një objekti dhe ndarja e hapësirave të një universiteti me një tjetër. Analistët dyshojnë se publikimi i eshtrave të gjetura në oborin e kreut të BDI-s Ali Ahmeti është pjesë e një fushate të parakohshme parazgjedhore. Këto vlerësime ata i mbështesin në faktin se për ekzistimin e këtyre varezave është folur shumë vite më parë, ndërsa të njëjtat zbulohen përmes një konference për shtyp, pikërisht 2 muaj para datës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Nga ana tjetër, edhe vetë ish-kreu i komunës së Zajazit Muslim Musliu pranon se varezat janë detektuar që para 3 viteve. Zbulimin e eshtrave të martirëve që besohet të jenë vrarë në vitin 1913, të cilat djeu tha se janë gjetur në oborin e kreut të BDI-s Ali Ahmeti, analistët politike shohin si keqpërdorim të një tragjedie për qëllime politike në prag të fushatës parazgjedhore. Gazetari dhe kryeredaktori të përditshme Slajmi Sensaliu rikujton se ata që para një muaji kishin paralajmëruar për një keqpërdorim të këtill, që tani sipas tij vetëm se u konfirmua. Është e qartë se zbulimi i këtyre eshtrave tani ka të bëjë me fushatën parazgjedhore. Ne para një muaji kishim informacione dhe paralajmëruam si gazet që pritet një fushatë e tillë. Qëllimi dhe besimi ishte se pas atij informacioni do të heqet dorë nga fushata, nga keqpërdorimi i këtyre varrezave për fushat, mirë po fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Pas publikimit të lajmit të djeshëm për zbulimin e eshtrave në opinion, pati shumë reagime, disa prej të cilave pretendonin se për varezat është ditur shumë kohë më parë. Në një vim me to është edhe gazetari Sensaliu, i cili thot se pikërisht momenti i zbulimit të varezave për të cilat sipas tij është ditur shumë kohë më parë, rrit dilemat për qëllimin e vërtet. Fushata e një partie që është në pushtet duhet bëhet me projekte që i ka realizuar ajo parti, me prezantim të rezultateve që i ka arritur gjatë kohës sa është në pushtet, jo me nxjerrjen e eshtrave, zbulimin e varrezave, për të cilat me vite e dekada është ditur se janë aty, dhe pikrisht edhe këto është dyshimi sepse pikrisht tani nxjerrën këto eshtra një muaj para se të filloj fushata ose 2 muaj para zgjedhjeve. Ndërkohë edhe ish kryetari i komunës së Zajazit Muslim Musliu, gjatë prezantimit të djeshëm të eshtrave njoftoi se për të njëjtat ka pasur informacione shumë kohë më parë, ndërsa vetë lokacioni është detektuar që nga viti 2013. Këto informacione janë informacione nga Komisioni i Historianëve, i cili komision
është votuar nga Këshilli i Komunës së Kërçovës. Dhe tani më, për opinionin e gjerë, vendor, por edhe jashtë vendit tonë, dihet se është ndërtuar qendra përkujtimore nëna shqiptare, duke llogaritur në zbulimin e varreve masive, të cilët varre masive ne tani më i kemi detektuar që nga viti 2013. Ai nuk shpalosi informata më të hollësishme rreth theshtrave të cilat u tha që janë gjetur në oborin e kreut të BDI-s Ali Ahmeti, por sipas tij, dyshohet që bëhet fjalë për rreth 60 persona të vrarë nga forcat serbe në vitin 1913. Ambasadori britanik në Shkup, Charles Garrett, ka vlerësuar se konfirmimi i vërtetësisë së bisedave të përgjuara dhe organizimi i zgjedhjeve të rregullta parlamentare është çelës për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Megjithatë, ai thekson se kriza politike në vend është shumë thellë, rrënjosur dhe komplikuar, që del nga problemet në mënyrën e funksionimit të demokracisë dhe sundimit të së drejtës. Konfirmimi i së vërtetës për pretendimet në bisedat e përgjuara dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare janë çelësi për zgjidhjen afatgjate të krizës në vend. Kështu ka theksuar në intervistën për Birn ambasadori britanik në Shkup Charles Garrett. Ai ka deklaruar se kriza politike në vend është shumë thellë, rrënjosur dhe komplikuar, që del nga problemet në mënyrën e funksionimit të demokracisë dhe sundimit të së drejtës. Megjithatë, sipas tij, edhe pse ajo nuk mund të zgjidhet brenda natës, zgjedhjet janë hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes. Duhet shumë kohë, ndoshta edhe vite që të rregullohen gjërat. Zgjedhjet do të jenë vetëm fund i një faze të caktuar në këtë proces dhe ajo do të jetë shumë e dobishme. Nëse zgjedhjet më 11 dhjetor kalojnë siç duhet, nëse janë të besueshme, do të jetë hapi i parë drejt kthimit të Maqedonisë aty ku duhet të jetë. Garrett shpreson që pas 2 shtyerjeve të datës së zgjedhjeve këtë vit, zgjedhjet e parakohshme do të mbahen në afatin e dakorduar, pasi ai vlerëson se shtyrja do të krijojë pasiguri dhe konfuzion. Liderët e 4 partive arritën marrëveshje për datën e zgjedhjeve. Ata ranë në pajtueshmëri se janë të plotësuara kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve. Të gjithë thonë se duan zgjedhje dhe zgjedhjet duhet të mbahen, ndërsa unë sinqerisht besoj se ata edhe e bëjnë atë, sepse mendoj se nëse vazhdon ky cikël, ajo do të jetë e dëmshme. Ambasadori Garrett po ashtu ka shprehur përkrahjen për prokurorinë speciale, si dhe ka thënë se politikanët që vitin e kaluar janë pajtuar për formimin e kësaj prokurorie, tani duhet t'i përgjigjen kërkesave të prokurorës speciale për vazhdimin e mandatit dhe për mirësimin e sistemit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Aktivistët të shoqërisë dhe ata të shoqërisë civile kanë shfrytzuar sot marshin për shënimin e 11 tetorit, ditën e kryengritjes antifashiste. Kreu i LSDM Zoran Zaev bëri thirrje për vëllazërim bashkim të qytetarëve ashtu si në kohën e ish Jugosllavisë. Opozita maqedonase dhe partnerët e koalicionit bashkë me revolucionin shumëngjyrësh dhe sektorin jo qeveritar kanë marshuar sot me rastin e 11 tetorit kryengritjes antifashiste. Në moton lufta vazhdon, zëri fiton. Marshi ka filluar nga godina ku ndodhet Prokuroria Speciale Publike, ndërsa është stacionuar para godinës së kuvendit. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev bëri thirrje për vëllazërim bashkim të qytetarëve, ashtu si në kohën e ish Jugosllavisë. Ai potencoi se edhe sot marshi është zhvilluar në rrugët dhe objektet të cilat mbajnë emrat e partizanëve për të nderuar ata. Marshiravme po bulevarot partizanski odredi. Marshuam në për bulevardin Aradhat Partizane, në nder të Aradhës Partizane të Shkupit, Aradhës Partizane të Prilepit, Kozjakut, Kavadarcës, Krushevës, Manastirit, Kërçovës, Aradhës Partizane të Kumanovës. Ndaluam këtu në parkun Gruaja Luftëtare, në nder të Vera Acevës, Vera Jocicit, Elpida Karamandi, Fana Kochovska Cvetković, Mara Nachevska, Estreja Ovadia Mara, Ibe Palikuqi. Unë ndaluam në afërsi të pllakës përkujtimore të partizanes së parë të guximshme Nevena Georgieva Dunja, në afërsi të shkollës Rade Jovçevski Karçagin, që të porosisim se lufta e tyre për liri është edhe lufta jona e sotme për liri. Ata u ngritën, luftuan dhe fituan, dhe ne do të ngrehemi, luftojmë dhe do të fitojmë. Arma jonë është zëri ynë. Në emër të lidhjes së luftëtarëve, Gjorgji Gjorgjevski falenderoi marshuesit që shënojnë ditën e kryengritjes, por edhe përmendi emrat të cilat mbanin Aradhat Partizane në atë kohë. Нашите първи партизански odredi
Aradhat e para partizane mbanin emrat e luftëtarëve të mëdhenj, Goce Delçev, Dame Gruev, Jane Sandanski e të tjerë. E në ta luftonin të gjithë që jetonin në këtë territor, Maqedonas, fëmijë luftëtar nga Maqedonia e Gjeut, Maqedonas dhe muaxhir, shqiptar, turq, hebrejn, rom, serb, malazes, vleh, gjithçka që ishte në dispozicion i bashkohej luftës të përzier të ndryshëm, shumë ngjyrësh, njëjtë si njerëzit që janë tani këtu. Marshuesit prohërisnin se lufta për liri ka filluar, mbanin parulla kundër pushtetit aktual, ishin me qindra flamuj shtetëror, por vetëm 2 flamur shqiptar. Edhe pse opozita vazhdimisht thirrte në marsh të gjithë qytetarët, pa dallim të përkatësisë etnike dhe fetare, nuk pat fjalim në gjuhën shqipe, ndërsa në sfond vazhdimisht lëshoi edhe kënga komuniste partizane. Në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës filloi votimi për zgjedhjen e gjykatësit nga Republika e Maqedonisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Deputetët nga 47 vendet anëtare të Këshillit të Europës janë thirrur që me flet votim deri në orën 17 të zgjedhin midis Natasha Gaber-Damjanovska, Jovan Ilievski dhe Zvojmir Jankulovski. Komisioni për zgjedhje të gjykatësve pran APKES paraprakisht që shqyrtoi kandidaturat e të 3 kandidatëve të dorëzuara nga Republika e Maqedonisë në takimin e mbajtur më 29 dhe 30 shtator të vitit 2016 në Paris, ku ka pasur dhe bisedime me kandidatët. Komisioni deri tek anëtarët e tjerë të APKES me shumicë të ngushtë të votave përzi i dha Natasha Gaber-Damjanovska si kandidate më kualifikuese propozuar nga Maqedonia para Jovan Ilievskit. Kandidati i tretë Zvonimir Jankulovski nuk mori rekomandim nga Komisioni APKES. Votimi për gjykatësit është i fshehtë dhe raundi i parë do të mbyllet në ora 17, pas shka do të numërohen votat. Në rast se asnjë prej kandidatëve nuk fiton shumicë absolute të votave, raundi i dytë është paraparë për të mërkurën. Në Kuvendin e Kosovës sot është mbajtur një seancë jashtëzakonshme për arrestimin nga Serbia të komandantit të policisë së Kosovës. Organizata ndërkombëtare UNICEF jep alarmin për vdekjet e shumta të fëmijëve në qytetin Sirian Halep. Vjojmë më teme të rjetë nga rajoni dhe bota. Në Kuvendin e Kosovës sot është mbajtur një seancë jashtëzakonshme rreth arrestimit nga ana e Serbisë e komandantit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Nehat Thaçi. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se u ka bërë të qartë zyrtarëve serb se Thaçi do të mund të gjykojë në Kosovë për të sqaruar akuzat për terrorizëm ndaj tij. Deputetët opozitar kanë kritikuar institucionet se merren me të ashtu quajturin terrorizëm të brendshëm të aktivistëve opozitar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se arrestimi i komandantit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës në Thaçi është akt politik, duke shtuar se veprimet të tilla nuk i kontribuojnë procesit të normalizimit të marrëdhënieve. Mustafa në seancën e Kuvendit të thirrur Renkas për arrestimin e Thaçit ka thënë se udhëtimi i Thaçit përmes Serbisë nuk ka qenë zyrtar, por privat dhe ai ka udhëtuar si qytetar i Kosovës. Janë të papranueshëm arrestimet e Serbisë ndaj qytetarëve dhe akuzat që i vënë të cilët nuk i kanë bërë. Ne kemi kërkuar që ai të kthehet në Kosovë dhe të gjithë dyshimet që janë ndaj tij do trajtohen nga institucionet e Kosovës, ka thënë ndër të tjera kryeministri Mustafa. Ai ka deklaruar se kanë kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian që Serbisë t'i bëjë presion dhe Thaçi të lirohet sa më shpejt. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s në këtë seancë jashtëzakonshme të thirrur nga deputeti Gëzim Kelmendi ka thënë se nga ky debat beson që do të jetë në funksion të lirimit të komandantit. Pajaziti ka thënë se ky veprim nga ana e Serbisë është kidnapim klasik. Ne si PDK i bëjmë thirrje institucioneve që të shtojnë aktivitetet e tyre përmes partnerëve që sa më shpejt të lirohet Thaçi dhe po ashtu që sa më shpejt Kosova të anëtarësohet në Interpol, ka thënë Pajaziti. Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca ka akuzuar klanin Pronto se po kontrollon drejtësinë në Kosovë. Deklaratat e zyrtarit të vetëvendosjes janë bërë gjatë seancës së sotme në Kuvend. Konjufca tha se qeveria dhe klani Pronto, pjesë e të cilit është dhe Adem Grabovci dhe Hashim Thaçi, po përdorin institucionet e drejtësisë për të burgosur aktivistët e vetëvendosjes, të cilët mbanë në akt akuzën për terrorizëm. Në gusht të këtij viti, policia e Kosovës arrestoi 6 pjesëtar të vetëvendosjes pasi dyshoheshin për vepra terroriste gjatë sulmit të ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Për herë të parë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për rikthimin e refugjatëve të arritur në mars të vitit 2016 midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian, numri i emigrantëve në ishujt grek është më i madh se 15.000.
Sipas të dhënave zyrtare nga institucionet greke, në 24 orët e fundit në ishut e Greqisë kanë arritur 143 emigrant, ku numri i përgjithshëm i tyre u rrit në 15.067. Në ishujt grek, Lesbos, Kios, Kos, Samos dhe Leros ndodhen më shumë se 14.000 emigrant, ndërsa kapacitetet e akomodimit mund të pranojnë gati gjysmën e numrit të refugjatëve, që nga fillimi i tetorit në ishuj kanë arritur 1232 emigrant, që paraqet një numër më të lartë në krahasim me muajt e mëparshëm. Në mbledhjen e kabinetit e javës së kaluar u vendos që një pjesë e refugjatëve nga ishulli Lesbos të transferohet, por ende nuk janë marrë hapa konkrete. Situata në lindjet e Alepos është e tmerrshme. Përfaqësuesja e UNICEF-it në Siri, Hana Singer, deklaroi se shumë shkolla dhe spitale janë goditur nga sulmet edhe se për shkak të mungesës së shërbimeve të strukturave shëndetësore, mjekët nuk janë në gjendje të trajtojnë të gjithë. Për këtë arsye, tha ajo, shumë fëmijë braktisën në fatin e tyre. Dim se kanë mbetur vetëm 30 mjekë dhe se mbi 100 fëmijë kanë mbetur të vrarë. Brenda vetëm një dite kur unë isha atje, të paktën 25 persona, mes të cilave 5 fëmijë u vranë. Ekziston një frikë konstante nga vdekja. Mendoj se kjo është kriza më e rëndë humanitare të gjithë kohërave, deklaroi përfaqësuesja e UNICEF-it në Siri, Hana Singer. Tensionet mes Perëndimit dhe Rusisë për situatën në Siri kanë sjellë shtyrjen e vizitës së planifikuar të kreut të Kremlinit Vladimir Putin në Paris. Lajmi është konfirmuar nga mediat në Rusi, të cilët njoftuan se vizita e 19 tetorit nuk do të zhvillohet. Ky anulim vjen menjëherë pasi presidenti François Hollande deklaroi se Rusia mund të përballet me akuza të reja për krime lufte, për shkak se po vjon sulmet e saj ajrore në qytetin Aleppo të Sirisë. Një ditë më parë, gjatë takimit me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, Putin deklaroi se duhet i jepet fund gjakderdhjes në Siri. Akuzat për krime lufte janë ngritur më herët nga Kombet e Bashkuara dhe nga Washingtoni, por Moska zyrtare vjon që të mohojë se ka sulmuar civilët. Uragani Meqi u la qindra persona të vdekur, shtëpi të përmbytura, burime të turbulluara të ujit dhe bagti të ngordhura. Haiti përballet me një krizë humanitare që kërkon një reagim masiv nga bashkësia ndërkombëtare. Kështu tha shefi i Kombeve të Bashkuara, ku të paktën 1.4 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë emergjente. Kombet e Bashkuara kanë nisur një apel për të mbledhur të paktën $120 milion për të mbuluar nevojat e Haitit për 3 muajt e ardhshëm. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Natën e mirë nga unë.